se Tirana është një ndër qytetet më të ndotura në Shqipëri, gati alarmanti, gati 4 herë mbi normat e Bashkimit Evropian dhe shumë herë mbi normat e OBSH-s. Domos dioksidi i karbonit, NO2, CO3 apo CO2 që janë gati alarmante dhe shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Pikat më kryesore më të nxehta në Tiranë janë pikat që qarkullimi është më i rrezikshmi kur kemi bërë me dioksidin e karbonit, edhe makinat që akoma nuk është futur Europesa, që të eliminojnë gjithë makinat para 2005-s. Ne në Shqipëri kemi akoma makina shumë të vjetra, të cilat themi janë abuzive për mjedisin tonë. E dyta është ndërtimet pa leje, pa kriter, pa një plan strategjik që ne normalisht do të bëjmë edhe korridorit që i themi në mjetalistët që të bëhet ajrosja e qytetit. E rëndësishme tjetër është që ne po vëmë drejt betonizim të çdo gjë, jo drejt gjelbërimit. Shkatrimi i gjelbërimit do shumë kohë të rekuperohet.